Selam aleikum të dashur miq, mirë se takohemi me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar përveç pranë ekranit të RTS mund ta ndiqni edhe në YouTube dhe Facebook tek hoxha doktor Shefqet Krasniqi, po ashtu mos harroni të zbritni edhe aplikacionin profesor doktor Shefqet Krasniqi dhe aty mund të ndiqni ligjërata, tema, libra, pyetje përgjigje e shumë të ndryshme. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur miq, sonte nuk do të pranojmë telefonata, por do të përpiqem që të lexojmë disa pyetje të cilat na arrin shpesh në redaksi dhe nuk kemi kohë që t'u përgjigjemi për shkak të telefonatave. Hoxhë nderuar, pyetjen e kemi kështu: Selam aleikum. Për hoxhën doktor Shefqet Krasniqi, deshta më pyet, a lejohet me shku në ekskluzion me klasën ka djem dhe çika, duke di që zakonisht nuk mbahet shumë rregull dhe ka përzierje. Deri te ekskluzioni tash në verë. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sigurisht, dhe pa asnjë pikë dyshimi, ekskluzioni e organizuara prej kujt do qoftë, të cilat bëhen për hir të maturantëve, apo aty që në shkollë fillore, më rëndësi të nxënësve apo të studentave, krejt të jenë haram. Haram, haram. Aty nuk ka asnjë të vetmin hajër. Aty ka sharr, sharr, sharr. Aty ka mëkate, aty ka shturje të moralit, aty ka degenerim, aty ka faqe të zezë, por nuk ka faqe të bardhë. Andaj, shteti ka faj, që i lënë me shku, ministria nëse ajo e sponsoron, apo kovendet komunale, nëse drejtorit përkatëse të komunave e sponsorojnë nxënësat për me shku në ekskluzion, aty janë gjënaqare dhe aty janë shkaktare për të mëkate të cilat bëhen, dhe nëse se kanë dërt për mëkate, sigurisht një pjesë e njerëzve nuk e kanë, do ta kenë dërt për shfrenimin e shoqërisë, për degenerimin e shoqërisë. Degenerimi e shfrenimi është në shumë forma. Sa prindit ja ka marrë të pjedzën, fëmiu, prej ekskluzione, ka marrë të pojzën edhe më kur në kanë veta në kardë. Mbrëmjet e maturave dhe ekskluzionet janë sharr, sharr, sharr. Andaj, ato futen në krejt argumentet sheriatike të cilat flasin për rujtjen e moralit, për largimin nga fesadi, nga prishja e shoqërisë, antivlerat e tjerë, të gjitha përkasin apo futen në të dy veprimet të nxënësve tanë, me që është mbrëmja e maturës edhe ekskluzionet. Unë nuk e di, seriozisht nuk e di, kam shumë problem ta kuptoj se si një prind i cili është fetar e lejon vajzën apo djalin njëjtë të shkojnë në mbrëmje të maturës apo në ekskluzion. E kam gjithashtu problem ta kuptoj një njeri i cili edhe nëse nuk është fetar, ku me di ca apo thuj edhe hiç, por ka vlera njerëzore, kombëtare, është shqiptar hakikat, është shqiptar me traditat e shqiptarisë. Qysh e lejon vajzën e vet, djalin e vet, me shkuna për këto të bime, fesat. Nuk e di që lejon njerëz. Andaj, mu mas pak të mdoket ka adetarizëm, sepse për femës flasim, po këto nuk ka të bëjë me adetarizëm. Të ka të bëjë vetëm një gjë, shkatërrim të shoqërisë sonë, të ardhmes tonë. Shkatërrim, prishje, degenerim, i një pjesë të madhe të popullit, që në fakt janë ardhmja jonë. Ardhmja jonë. Nëse ne nuk punojmë me ndërcu të ardhmen tonë, ne sens këna po. Sens këna po. Sikurse, një njeri më nis nga parimi nga pika zero. Nëse një prind është të shkëlqyeshëm për veti,
por zero kontribut ka po për fëmijët e tij, zero kontribut ka, zero kontribut. Dhe fëmijët e tij nesër janë njolla xeza në shoqëri, secili veç e veç. Kë ç'a bone, ç'a po harin ti shteti. Kë apo ne pra kundër vendit, po ne kundër vendit, kundër fesë, kundër Zotit, kundër shoqërisë, kundër dhejut. Edhe ai cili punon një të gjatë të studentat, të nxënësit, të kështu mëra. Dhe çështjet, ne si musliman nuk i ndajmë. Sepse ne dim që feja depërton gjithkund, edhe në bujqësia atje, edhe në ekonomia atje e tjerë. Andaj për neve çështja shumë e thjeshtë, por edhe ata të cilët janë shqiptarë, kuptimin e atë dashurisë, me rujt vlerat tona, me rujt vatane, me rujt që gjak shqiptare që kemë. Sepse këta runa zot që kemë fillu qështu, ndoshta pak dekada kanë me kalu, po këta edhe gjuhën kanë me prish. Këta edhe gjuhën kanë me prish. Me qëtë në thojza, edhe dashurit që kanë, veçantisht atë medjave dhe shtafar politikës e analistët e tjerë kishë mundohëm na me përdor shprehje mërë një greke, një amerikane, një atje franceze, një këta dione. Këta kanë më nabo neve gjuhën, në Shqipëria që metalisht e me greqisht, neve këto kanë më nabo gjuhën tonë më zë më keqë. Sa që po t'jetë dikush i kësaj kohë, apo i para luftës, gjallë, mas 3-4 viteve, shumë senaj nuk do t'i kuptoj. Sepse fjallët e huja, ku me kuptuaj fjallën angleze, ku me kuptuaj fjallën franceze që kështit atë në fjallor, ku me kuptuaj. Tani, me thonë vete se jena në shqiptare, dojmë Kosovën i jotë, të ve shqiptarë si. Shqiptarë të me identitet po, me letëriftim, por me vlera ja. Me vlera ja të lutë, me vlera ja. Me vlera ja. Se shqiptarë thënë vetë ata shpiuna, të cilët i kanë marrë qafë dhjetra e qindra ndoshta mira. Shqiptarë gjatë luftës, po edhe gjatë pushtetit komunist, Kralevinës e dresit larë me ranë. Atë e thënë vetë shqiptarë. Bile, ja rejhin veti, ka gjatë shqiptarë, pa ja kanë rej se kanë dekë. Në perioda s'ke mujtë janë shku aty në mullë në vend më kërësorë se ta. Atëfar kam ishe në gatë, më steqet të shaldën e pigoje më zvetë. Pra shqiptarë po në veshje edhe ne me në identitet por në velera është më kaurë, se i kaurë për të kufinën ata. Allahu na udhëzoftë na drejtoft ja Rab. Faleminderit. Po. Vazhdojmë me pyetjet. Njëri që është i prekur prej epilepsie, prej gjinëve, a ka shpërblim? Për çdo smundje që godet robin ka shpërblim. Madje, shka në hadith të vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodh që robin ta godet ndonjë therr, ndonjë dert, breng, mrezi, smundje, lodhe, derisa edhe një therë vogël, hatta shoh këtë një shak koha. Thera, vogël apo të ka në herë të mënu me marrë diçka, ka në herë për do kulumria, kjo ka që e ka të forta, po do të buta diçka të hene therë vogël. A mo të shqetësana, nuk bëm për spital, po të shqetësan. Edhe qaj shqetësimi vogël me qatë therë, të falen gjenat me te. Rahmeti Allah të është. Mësibetet së është një mësibet i vogël. Mësibetet, për i të mirave tyne që i kanë, e shtrydhin robin. Mësibetet, belat, sa ma të randa me qenë, e shtrydhin robin më shumë. E smundja është mësibet i ranë, sproverant. Të një smundje, ka mismundje, smundje. Smundje kancerit, cila pas tjera shkatërim të trupit, shkatërim të tjetërësim, tjetër e bën njeriun. Njeriun e bën tjetër. Ose ka dhimbje. Ose epilepsia. Në momentin
më të mirë, pa prit, për moment të kap. Kur është të nejtë, kur është të fola, të punua, për momentin e kap. Dhe bën veprime të çuditshme. Qysh nuk ka sevap? Për çdo sprovë ka sevap. Kur jem të epilepsia, për të ka është edhe një hadith i veçantë apo një tërgim i shkurt për shumë e rëndësishëm. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu nëse zgaboj, për thot të shok vet një herë, e sheni qatë gruaja me ngjyrë gruaja. E sheni qatë gruaja që është duke ecur andej? Thonë po. Tha, nëse dëni me pa një njeri gjenetli që është duke ecur mbi tokë, është qaja. Këta këqër. Qaja. Po. Nëse dëni me pa një njeri që është për gjenetlive, ama hala endë është të ecur mbi tokë, është qaja kru. Tha në qysh, tha isha pejgamberin, alayhi salatu wassalam, dhe e nali një grua, që është kjo. Dhe i tha, ja Rasulullah, unë jam një grua e kapër për epilepsis, e smundet të epilepsis. Lëtë Allahun të më shëran. Lëtë Allahun të më shëran. Pejgamberi, alayhi salatu wassalam, i tha, nëse do, e lësë Allahun e të shëran. Nëse dën. Ama, nëse dën me bo sabër e ki gjenetin. E shëf, nëse dën me bo sabër, bën, dhe është problem, e ki gjenetin. Pra që kjo s'mundet që në gjenet, kërë tha pejgamberi kështu alayhi salatu wassalam, aje tha, idhen asbir, atër pra ka me bo sabër. Po du më shëru sëti. E shëf, që qërë gruja? Atëherë pra ja Rasulullah, nuk për du më shëru. Sëllët, e bajën në smuja. Nuk shëgat kja. E pas në gjenetin për balë kësaj smundje, po, elhamdulillah, për gjenet jemi nisni. Tha, ama ja Rasulullah, kam edhe një hal tjetër. Qërë halë kitash? Tha, kur të më kam kësë smundje, gjvishem. Sepse hum kontrolla. Gjvishem. Dhe lëtë Allahun. Tani kur po vjen veti, për shët që jam zhveshur, mu ka duk një pjesë avretit, e po ngushtohën shumë për njerëzë për tërprohem. Lëtë Allahun që të ma hjek që të, tha po, këta po. Dhe lutë Allahun e i bekuar, alayhi salatu wassalam, që kjo mos zbulue kur ta kapa e smu. Kështu që pejgamberi shkoi, vdes, alayhi salatu wassalam, gruaja me të hala gjallë, edhe kë sahabia i bekuar, për shefate dhe për thëtë shokëve të ti, e shef një atë grua, ajo është prej gjenetlive. Pse? Sepse ka pranuar me bë sabër ndaj smundjes së epilepsisë. E shef? Kjo është një rast, por në kësa raste, bartën edhe smundjet të tjera, nëse shoqërohen me pajtim të kader caktim të Zotit, dhe me sabër. Allahu e ka që pajtim, dhe me thonë, Zotit ka zgjedh, e ka pëlqy për muë, edhe unë nuk i gjej behane. Nuk e kam lyp, Allahu më ka që. Dhe bëj sabër me emër. Po. Mbejtë Allah sholift. Kemi një pyetje me 3. Thëtë, selam aleikum, kam 3 pyetje. Kam borxhe, e kam obligim zëqatin, një pyetjune. Kam borxhe? A kam obligim zëqatin? Po, mbarët kja. Në parën po, e pas të mbarët. Qysh mbarët? Nëse borxhet tua jenë më shumë se sa parat që i ki, atëherë nuk e obligim zëqatin. Për shembull, unë i kam 10.000 euro, edhe do të japë zëqatin një 10.000 euro. Apo e kam 20.000 euro, apo ndash 100.000 euro i kam. Do të japë zëqatin. Por, kam borxhe të cilat do të me la tani.
pyetje ditësh. Edhe kam borxhe jo 10.000 euro se kam pare, po kam borxhe 5 herë më shumë, 7 herë më shumë, 8 herë më shumë. Ose kam borxhe rraf sa kam pare. Sa që kur të loj borxhet, unë nuk di që a bëj me hangër pjesë zotin qoftë. Sepse kanë me metë gjepat thate. Tamam, këtë rast e lanë borxhin. E ja borxhin, nuk jap zeqat, sepse s'në kemë metën kur gjë për zeqat. Por, nëse mbesim për zeqat, për shembull i ka 100.000 euro, i ka borx 10.000 euro. Ky e hjek 10.000-shin, për 100.000-ve, e jep borxlisë. Edhe sa i mbetën? 90.000. Atëherë nxjerr zeqatin për 90.000-ve. Ose ka borx 50.000, e jep 50.000, i mbesin 50, e nxjerr zeqatin 2.5% prej 50.000-ve. Tani, shkojmë hala. Që ky borx që ka, mund t'jetë borx tani për tani, dhe jena që të kujim, por mund t'jetë borx me afat gjatë. 3 vjet, 5 vjet, kur t'jep zoti, mësë ngot. Që atë borxhe nuk ta heken zeqatin qëtu. Nuk ta pëzëllojnë. Ja. Vesh nëse do më kry tani. Përndryshe nuk ta pëzëllojnë. Sepse po t'ishte kështu, ata pëzëllu zeqatin në çdo borx, atëherë edhe kompanit milionëshe, miliardëshe, ndoshta nuk do t'i jepnin zeqat apo do t'i jepnin shumë pak. Për faktin se cilën dush kompani merre. Që kompani tona të mëdha që janë me biznes, me supermarkete, me mobile, ose me kuta diunë që kanë milionat para, që kanë milionat. Në mujtë ndoshta të kanë 1 milion hyrje dalë, në mujtë baki të kanë 1 milion. Se janë vetë mujtë. Kë ndoshta i ka para 100.000 euro, 50.000 euro. Por kjo është borx 300.000 euro. Një 200.000 kanë bankë, se këta se rrim pa kredit. Një 200.000 kanë bankë, një 200.000 ka ku diun atje hi borx duke më ndërtu diçka, me ble diçka dhe ti vjen, mos zgjenu hala se s'njihet ball insani. Dhe hala pa krya të kjo të shkëhen borx apo tjetrën e hin borx tjetrën dhe kështu që jetë pa pagu zeqat korrektina. A ka logjik ky miliarder, jo milioner, tash milioner me të vogël, miliarder, njerëz mos më dha zeqat ndërsa unë ty që ndoshta me pikë të zorit, na bë 10.000 euro në vit, do të më dhana zeqat. S'ka logjik e punë. Tamam? Andaj, për përsëris, borxhet të cilat janë të përshpejtuara. Ilan, njëherë, qatë jetë, jep zeqatin. Dërsa borxhet larë që janë afat gjata, ato mos mishte, të mos ishte dërë zeqatin këtë para që e ki. Faleminderit. Po të ndërrum, po kuptojmë që jemi në kohën që po nxjerrët borxhi me përmbarues, sot ta kemi të drejtë ta mbajmë kamaten nga përmbaruesi. Jo, s'kem drejt. Kamata është haram. Nuk kem drejt e mu, nuk hajmë në kamat. Ne muslimanët me momentin që kuptojmë se është kamat, ne nuk e hajmë atë. Por, nëse na jepet ajo, na thuhet se është hak i yti, o nuk është kamat hak jemi. O zotni, kjo është legje, është rregull, o këta dione, kjo është bash pako, nuk ndahet. Andaj, që të pare jenë pejte e kamat, kështë që tash. Nëse ki mundësi që ato, me marrim e këthi që ati që e ka marrë, kja këthehen. Tamam, ty të ka bërgjë dikush. Dhe ti, të falë marrëveshje që e ke bëj me ashmi shkërun, bëdo Allah men ka thonë, në vjetë, nuk ka bash ashtu për nej se ka pak këtë vërtet kja, edhe ti me letra jenë rregull, dhe e zëtënia i këborqit, të qënë të përmbarusi. Dhe përmbarusi, i këqyrë sa të ka pas bërqit tjere, dhe ta mërë borqit, në plëse nja 300-500 të mërë kamat.
Për ti jemër, për bankës tina, për këntës. Dhe s'ki po kur gjë. Edhe ai ta bjen ty t'i bjen, komplet shumën tane, borqen, plus ta bjen edhe një shumë të kamatës. Ta që të shumë kamatës, mas mirë të është, të mi thonë, ani, sa ke kamata? Shumë ke 3.000 euro, shumë, faleminderit. Se ta kënjaj 3.000 euro, se të qëtë në kënta, të veç në zjerë, edhe në përme dikujna, e qëna të zëtnis atje, e thua këtu e në tuatë. Këtu e në tuatë, nuk janë të mjetë, o nuk ha para pa njërës. Nuk e ha para në huj, nuk ha haram, kjo është haram. Po që se nuk e din kush është, ose s'ka mundësi mja këthy, ose ndo një arsye tjetër, atëherë e merë, por nuk e merë për veti, e jep dikuj për me përdor, ndo një fukarand, ose ndo një humanizëm dykon, por jo për veti, dhe jo me njetë të sevapit, sepse nuk ka sevap, por me njetë të largimit. Largimit kamatës. Largimit, sa më jethë, largimit, pa me jek për dore. Ta shvali, faleminderit. Po që pika të trejtë e fundit e këtij dëgjuesi të më falë që pak me grip, a më numërohet namazi me xhamat nëse falim në shtëpi bashkë me vllaun dhe nonën? Pa tjetër. Namazi me xhamat në shtëpi numërohet nëse falim vetëm me fëmijë, pa vetëm me gruan. Në xhamat është. Namazi me xhamat në shtëpi numërohet nëse falesh edhe vetëm me një fëmijë apo me një gruan. Por mesela është nëse ki xhamin afër ti do të do në xhami, e gruaja me falë të shtëpia vetën. Nëse ki xhami larg, dhe kështu është të falesh të shtëpia, atëherë ti falesh me gruan xhamat, mëse hub xhamatin, sepse ke sevap shumë. Pyetja e radhës është te dhikri i sabahut. A bën me bë dhikrin e sabahut para se me falë sabahun dhe pa avdes, ose me ndam pjesë gjysmë para sabahut, gjysmë mas sabahut. Këtu sa po shoh ka problem pak për shkak të mësujet në shumë punë. Për këspari për punë dhe dhikrit, nuk ka nevojë abdest. Për punë të abdestit. Abdest nuk ka nevojë me pas njeriu kur bën dhikr. Abdest ka nevojë me pas kur lexon Kur'an apo kur fal namaz. Ndërsa dhikr kur bën nuk ka nevojë. Është tjetër, dhikr sabahut, një pjesë bën me bë para sabahut. Kjo është dhikri për të gjithshëm. Para sabahut të fjala para namaz, sepse sabahi është ka hy. Sabahi ka hy, sepse sabahi hyn për shembull tek ne në Kosovë, mas një ore para fërse shkurtin sabahu rreth ezanit. Apo, e që në kupton, sabahi ka hy mëti. Dhikrin e përgjithshëm e bën, por ka dhikr i cili bëhet pas namazit, se që është të spive. Të spit sunnet, të mund të bëj kur dush me thon subhanallahu 33 herë, 100 herë, 3000 herë të tjerë. Por sevapi i veçantë i ardhur në hadithi, cikun hadith është mas namazit, po 33 herë subhanallahu, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, të 100 herë la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Do të thonë këtë do të pas namazit. Po. E dim që grus pasi vdes burri është një kohë që duhet me prit. 4 muaj dhe ditë për martesë. Po thot, a ka kohë të caktuar për mashkullin për të martuar nëse vdes gruaja? Asnjë ditë. Asnjë ditë nuk ka të caktuar. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur ka shkuar në luftën e Uhud, në luftën e Bedrit, kur ka shkuar në luftën e Bedrit me shok, Osmanin e ka pas dhamër me çikin e pejgamberit, martuar. I tha Osmanit, e qëlloj bia pejgamberit nuse Osmanit të smut. I tha Osmanit të rre mjekaj e kujdesu për gruan tane, mos hajde me neve në Bedr. Dhe Osmanin nuk ka marrë pjesë në Bedr. E që ta ashtu mesele ngrehe meselen, për e kanë rrëthu Khawarijt,
ekstremistët shtëpinë e Osmanit dhe këcyn murën dhe hinën e mëtën, duke lexu Kuranaj, i ranë thikë mas qafe shpak. Për i gjërave që janë jehen, i thanë ti nuk e marrë pjesën Bedër. Edhe do pika tjera. Në fakt në Bedër, pse thënë kështu, nga se ata që këshin marrë në Bedër pjesë, konsideroheshin burrat më të mëdhej. Krahazimi është i madh, por me kanë marrë mirë, a me kanë marrë mirë tash në dy anë. Ta që kanë qenë luftë tek ne, a do të më konsideru pak më të privilegjuar se të tjerët? Rani është, mi pas disa beneficione. Apo rani është. Tamam. Pra, në atë kohë, krejt sahabët e tjerë që nuk kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, u a kishin lakmi e zili për së miri pjesëmarrësve, sahabëve pjesëmarrës në luftën e Bedrit, që ishin vetëm 313, 314 ose 315 veta, do janë 2-3 transmetime me pejgamberin bashkë. Këta numëroheshin elita kryesore ajka e sahabëve. Mirë, Osmani e ngoj pejgamberin dohet me ngu, dhe najti e kujdes për gruna vetë. Gruja vetë beqë. Kërë pejgamberi nuk e gjithë qikin e vetë. O varrosë. Shkejtë Osmani, dhe ja Rasulullah ka dekë. Edhe kemi varrosë. Veshke e bëni gati tjetërën dhe përhejtë kuftë. Dhe edhe tjetërën. Kështë që Osmani është i vetmi i cili ka qenë 2 herë dhënër i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për ata quhet dhun Nurein. Ai që ka me 2 drita të pejgamberit. Sahabi pe nofkave të veçanta, apo llaqapave të veçanta që është quajtur Osmani, zëllë sahabi subhanallahu për shumë ty në kanë llaqape të veçanta. Tamam. Kë për shambull Osmani, një ndërtu ka qenë kja, dhun Nurein. Dhun Nurein, pranare me 2 drita, 2 nure, 2 drita të pejgamberit. Pra burri me 2 drita. Ashtu sigur që është quajtor personë për të cilit janë tërpëruar me laqet. Sepse pejgamberi ka thonë Osmanit, ti njeri që për te tërpërohen me laqet. Ka thonë, a mos të tërpërohem nga një njeri prej të cilit tërpërohen me laqet. Pra, pse si ka këte? Këtë rast, sepse edhe qikin e vetë me njëherë kërë këthy. E veti që sa dhe të ka deka, dhe të me prit 1 muja, 2 muja, 3 muja, edhe me njëherë. Tamam? Kështu që nuk ka argument shariatik që kërkan, apo preferan, apo e obligan burrin që të presë një kohë të caktuar pasi të vdes gruaja. Përkundrazi preferohet martu sa më shpejt dhe praktike e pejgamberit Osman tregon këtë. Allah shpëlef, thotë ndërojmë shkojmë me një pauzë të shkurtër të dashurisë dhe rikthehemi sërish pas pauze. Selam aleikum të dashur miq, mirë se jemi rikthyer me emision Rruga e Ndrejquar, ku jemi si çdo të njëjtë me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, po vazhdojmë sot me pyetjet të cilat po na arrin në redaksi dhe her pas here na po im hak se s'po kemi kohë mi përgjigj. Thotë selam aleikum, dashta të pyes hoxhën. Nëse një person fillon duke bë istikfar shumë, sidomos pjesën e tretë të natës, por i vinë mendimet të këqija, cytje dhe ëndra të këqija, të frikshme, a është kjo shenjë që istikfari nuk i pranohet? Jo, nuk është shenjë, por është shenjë e cytjeve të shejtanit që ai mallkuar don mos me lanë rahat. Don mos me lanë me shijuem ëmbëlsirën e dhikrit në kohë sabahut, istikfarit, lutjeve, dave të tjerë, andaj pe ti kërkohet që me vazhdu,
dhe më mundue mos më preokupu me këtë çështje. Veçanti punë të ëndrave, mos u preokupo me ata që ke pa ëndër. Sa ma pak më preokupu me ëndrat që ke pa natën, apo shqetësime që ke pas natën, në gjumë, aq më lehtë je ditën dhe më pak të kujtohen. E kundërta asaj, sa më shumë të preokupuar të më marr me to, aq më shumë të lodhen dhe të kujtohen gjatë ditës. Apo në kohë kur qosh, qoftë natën. Më fal. Andaj kjo është shej, Allahu alem, se shejtani i mallkuar përpiqet me të bëjë sytje, veç për të bërë sytje, për me të largue prej dhikrit, me lanë këtë kohë, mos me thirr, mos me drejtu Zotit tënë, mos me bëj ibadet, mos me kënaq me Zotin tënë te bareke ve teala. Audhu billah, Allah na ruaj prej shejtanit të peshërrit tina. Po. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Selam aleikum, jam një motrë nga Zvicra, që 8 muaj jam në psikiatri prej depresioni dhe ankthi. Deshta me pyet hoxhën, a bën më fal me 3 dov, ju përshëndes. Bën më fal me 1, me 2. Mes të çidir ban, Allahu të shëroft ya Rabbi. Allahu të shëroft, Allahu të shëroft, shërëm të plotë të shpejt ya Rabbil alamin. Bën më fal me sa dove dhe në robi. Po. Allah që lift. Selam mos harrasa namazet një man sham. Namazi është terapi e madhe, shumë e madhe e presionit, shqetësimeve, depresionit, ngarkesave psiqike që ka njeriu. Është një ilaç i madh, një qetësim i madh. Subhanallah. Alladhina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ka thënë Allahu. Ata që kanë besuar dhe zemrat e tyre qetësohen, të e kujtu Allahun. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, a thu vallë nuk qetësohen zemrat duke kujtuar Allahun, përgjigja po Zoti jon. Qetësohen. Njeriu sa do me qenë i shqetësuar, me pas depresion, me pas mërzi, me pas ngarkesa, e tjerë, të na këtym lidhin. Nëse me rabdest, më ka dalë me rabdest. Ka dalë që me shiju edhe abdestin. Ka dalë me rabdest. Pastaj pas abdestit, me thonë ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me hi namaz ka dalë. Me thonë me zot vogël, një që me të të ngjua dhe veshë, ka thu, Alhamdulillah, Ar-Rahman. E më ranë rëku ka dalë, me najtë pak si gjatë. E në rëku në sejshte. Allah, që është një dhe në ka postina. Me bo me marë me amatë. Depresion që ati personi. Ndora po këtë dush. Se dhe ndorë matë, gjitët një farë që plastik është, në gjetë ndorë. Po, kam përvune, di qëfar është taj. Në gjetë ndorë dhe e ka disa ngjyra. Dhe për pak kohë, nuk shë një minutë, janë në gjëpë e ty në dhezet. Forcohet ma shumë. Nëse është e kuqja, i hala shumë i ngarkumë. I shumë i ngarkumë. Dhe në basë hajna është një test shumë i thjesht dhe i shpejt, me ditë sa ke depresion, sa i ngarkuar. Pra me matë robet, para se më falë, për me matë vetë. Dhe me matë pas abdese, pas namazet, keme pa dhe ka më binde dhaj, se sa ka mera. E që dyqme namazi, e që dyqme është abdesti, e që dyqme është Koran. Por në anën tjetër për e dim se pe kujna është, në ke qamë që ditë, për Zotit, ti kofshin falë, ndorën të cilit janë zemrat tona. është çdo lëvizje e brendshme dhe jashtme që bëhet, me lejen e tina, ndorë tina.
Të barek vë ta'ala. Allah Allah të shëroft, po. Thot, selam aleikum, kam një pyetje për hoxhën, çfarë mendimi ka për disa xhamat, për dy dhe edhe haxhallar, që gjatë muajit të Ramazanit kanë ardhur me fal namazin e sabahut në xhami dhe tash pasi është shkruar Ramazani nuk vinë me fal sabahun në xhamin e xhamat. Çashtu është. Ata xhamat të cilët edhe haxhallar, kush do të thotë? Këtë një, po njëjtë atë është ajo. Sa ta musliman funja. Edhe ata han xhenami. Po e fshin. Jo inshallah. Po pasha Zoti, nëse bëjnë punën, po themi inshallah. Po atë han xhenami. Xhenami han çdo gjë. Çka të futet te hanaj? Allahu na ruaj. Allahu na ruaj, Allahu na ruaj. Nuk ka njeri i cili është imun e abstenuar përpas ata që abstenon Allahu për zjarmin e xhenemit. Për ndryshe, çdo njeri është kandidat për zjarmin të xhenemit. Për ndryshe, asnjë njeri nuk mund të hyjë në xhenet, ai që në xhenet e në xhenem, se s'ka në mes. Ai nuk ka njeri, asnjë njeri nuk mund të hyjë në xhenet përpas me rahmetin e Zotit. Madje, kur ka thonë këtë pejgamber alayhi salatu wassalam, shokët kanë thonë ja Rasulullah të pranishmet, as te s'mundesh me hyjë në xhenet me amelet vepra tua, ka thonë as on illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Bi rahmatin wa fadlin minhu. As on nuk mund me hyjë në xhenet përpas të më mëshirej Zoti mua me rahmetin e tij dhe mirësinë e tij. Andaj tani në kandidat për xhenem, Allahu na fal. Tani në Ramazan pse janë ardhur në xhami haxhallar e xhamat, sepse shejtanët kanë qenë të prangosur. Shkoni në xhami një herë më fal ditën e parë së 2 Ramazanit, drekës e 100, kur hyj s'ka vend më fal. Nuk di që më tek thash, e si për para më shtono, se vallahi, veç janë lidhë dreshnit, se gjysa se shardhi jo. Po janë lidhë dreshnit, e janë arë në xhami. Se të zgjidhe në këta japet nuk veni. Po nuk thash të kesh, thash seriaz. Pas namazit, të shku të shpia, në xhamat më tha hoxh, tha filani, tha hoxha kanë bërtiti. Për dikën e thash, vallahi, nuk bërtita. Po, kur e pash atë pamja është të xhamia plot, natyrisht nuk knaqna. Po instinktivisht të merr dhe mu, merr instinktivisht e fjali, instinktivisht. Thash, as ngushton për parë shoni vend. Se vallahi veç janë lidh dreshnit, se gjysa ajo ty për ishar në xhami. Do s'lën dreçi. Kështu që këta jetë për atyne. Këta që përmend këzotnia janë ardhur në Ramazan, tash në vinë këta për çati grupit. Ku gjatë Ramazanit dreçi lidhën edhe shkojnë letë në xhami, se për nga kërkosh ditën e Bajramit, zgjidhen dreshnit, or ata zgjidhen natën e Bajramit, sepse përfundon Ramazani, edhe i nalin gjinëve i xhamis. Kjo. Kaq. Allahu na ruaj për dreshneve. Vazhdojmë hoxha pyetjen e radhës. Për mua interesant kjo pyetje. Çella. Nëse e fal Allahu zullumçarin, unë po jes i dëmtuar. Po. Nëse ka mundësi më përgjigj hoxha. A që duket interesanta? Që më duket interesant. E ka fjalën se fal ditë kiametit. Duhet nëse Allah e fal zullumçarin, unë po jes i dëmtuar. Kam ka vuzullum. Në këtë rast kështu po e marr ne. Tamam, po vuzullum. Po nëse jam mërzë të hakin atina, hakin të në mërpitina, të qa fitove pra? Që, të ndryshe, nëse dikush zan edhe më shanë mosë më rej, ose ty, dhe tash unë, ose shtetive në rej ato, bam. Qa fitove të kërë rej ato? Që frije më se la. Që frije vesh, kërë që fitove sen? Po nëse janë falë në tina qa hupet ti? është të cove. Për që është psiqike, nuk ka materiale. Apo? Mirë, që është të përbjen, apo? Në botën tjetër nuk ka qështu, është në ryshe. Andaj nuk matën senet me kanon, me ligje të kësaj dynjaje. Qysh? I madhe Allah është i drejtë. Po, absolut. Drejtësi absolute. Kush e merr hakin
e të doptet më mirë se sa Zoti? Askush. Lexoj ajetet kuranore, pe fillimit të Kuranit deri në fund se çfarë thot Allah për zullumçarët. Lexoj. Si fjala vjetë kuranore. Wa sayalamu alladhina zalamu. Eje munqalibun, kanë me marrë vesh ata, kanë me marrë vesh zullumçarët, çka kam i gjetë. La ilaha illallah. Atë çfarë kësë një mirando kjo? Kanë me marrë vesh ata, zullumçarë, e dhalimun, se çka i për ata, çka kam i gjetë. Mirë. Pra Allah është i drejtë, merr hakun. Por Allahu është edhe mëshirshëm. Dhe mëshira e tij është më e madhe se sa? Është më e madhe se sa drejtësia e tij. Drejtësia e tij është cilësi, mëshira e tij është cilësi, mëshira e tij është më e madhe. Mëshira më e madhe se drejtësia. Mëshira e tij s'ka fund. Sepse mëshira e tij përfshin të padrejtit. Ata që bëjnë padrejtësi vetes. Drejtësi është me do drejtë. Ti bën e gabim e handënimin. Ti bën e mirë shpërblen. A drejtësi? Po. Po tash mëshira më e madhe. Këtë të drejtin e shpërblen, atë pa drejtin e fal. Për rahmetit ti, jo për drejtësisë, për rahmetit ti. Si fjala vije shumë musliman, shumë musliman. Si na qështu, të Zotit, të cilët bojnë atë gjunahe natën dhe ditën. Kush të mëdha, e kush të vogla, kush më shumë, e kush më pak. Apo? Shumë herë bojmë gjunahe të cilat për pasojë kanë dëshkimin, presje, dënimin, presje xhenemit. Shumë herë. I fjala vije, aja hanë komatën. Tjetër atje hanë mje gjemlaut. Tjetër atje rranë, kë ma shtranën treg atje. Kë më rëshfat atje. Kë e gjelezën këta, edhe ta më ngritët këja bo kur thënë, se zdo me po nga të veti, bëm të toke qëtë njerin. Që të veprime të tanat, kanë kërcënime për argumenteve shariatike, koranore dhe hadithe profetike, që si pasoj shkojnë xhenem, e meritojnë xhenem. Ose një njeri si kanë ku babën e nanën, ose një njeri u bë sebeb këshia ka shit shpinë për nga fshat bëk, sepse zëllom, e do në mitë këshina, dhe përshë shpinë krejt. Apo, përshë shpinaj. Ta në këta njerës meritojnë xhenem, por, me drejtësi dhe me shtinë xhenem. Ama musliman janë. Po muslimanët, a i bëjnë të gjunahe? I bëjnë. Me drejtësi dhe me shtinë xhenem ta, krejnë xhenem. Sepse kanë bo vepra të xhenemit. Mirë pa Allahu, një pjesët madhe të tyne, apo kujtë të dëmë për tyne, ma falë, me rahmetin e vetë. Me rahmetin e vetë. Jo me drejtësi, me rahmetin e vetë. Tani, të rasti konkret, nëse ja falë ati Zotin që a fitoj, unë përja si dëmtuna, ke kështu, të nuk jeti dëmtun, po ti mbetesh i ngadhnjër, fitimtar. Sepse i madhe zët, kur t'ja falë atina hakun tënë, së pare, nuk ja falë pa marrë leje për i teje. Allahu i madhruar, hakun e vetë, ja falë robit pa të vetë ty, nëse dërë mja falë. Pa të vetë ty. Nëse dërë mja falë Zotë, ja falë pa të vetë ty dhe mu, është e drejtë tina. Tamam, por nëse është hak i robit, nuk ja falë pa marrë lejen tanë me rantimin tënë. Për ata Allah thot falja robja. Ti o ja falë, ose ja falë. O ja falë, ose ja falë. Nëse nuk ja falë, apo për të një falë, Allah i madhruar thot o robja, dhe kryt në tanë shika që atje,
Për këthën kokën, sheh se vapë sa kodrat e sa malit. Dhe të zët, e ato që kajnë ato? Dhe të ato janë për ty, nëse ja falë t'i këtina. Dhe të po zët, jam ja falë, veç me që ato të mire që tje. Pra, Allah e falë atë, këja hupe fitaj? Ja fitaj. Po fitaj. Po është drejtësi Zotit, o, jo një. Ma dje edhe në këtë dënja, për ata në këtë dënja, kur ja falim hakin tjetërit. Fëmën afa, wa asleha, ve gjruha lë Allah, ka në Allah, hajtë që falë. Edhe kje për gjak derdhje, këtë vret, nëse ja falë dhe bën marrëveshje me ata mos me ekzekutu njeriun, je se vatmat të Zotit. Ata që falin këtë dënja, hakun, kanë se vatmat të Zotit, që fitun, shumë kanë fitu ata. Ata shumë kanë fitu. Ata kam ngritë Allah në këtë dënja. Kam ngritë Allah në këtë dënja. Dhe kam ngritë në heret. Dhe kam shpërby shumë fesh në heret. Pa ta që nuk e falin këtë dënja, apo se lip kërkosh me falë. Se lip, i bëzëllom edhe nuk ta lip heq. Kur gjo, të vazhdo një të në tane, e len Zotit për ditën e kiametit. Në ditë kiametit, nuk më një ikaj. Dhe atëherë Allahu do m'ja falë, po të vetë ty një, që shtash pak më herët. Nuk ja falë Zoti hakin tënë, pa pëlqimin tënë. Dhe hakin e vetë ja falë kujtë dënë, pa ti kush. Allah shovleft, po të ndruar, dhe për fund, se son dhe vetëm kemi lezu pyetje, po nuk po kemi mundësi çdo emision me lezu pyetje, andaj edhe kërkojmë falje dhe gjudhët të shikuesve, që po grumbullohen disa pyetje. Hoxh, në Facebook, po ashtu dhe në YouTube, dhe në faqet të rrjetisë, në faqet tua zyrtare që i ke, kemi disa pyetje që parashtrohen shumë. Po ka që del dikush në komentat dhe komenton dhe ja fetfa, ja përgjigjen. Ndërsa dëgjuesit e shkruajnë pyetjen për më drejtu juve ku që ndëruam, por nëse kemi mundësi çdo herë me lexu. Dhe ka dikush që e jep përgjigjen në koment. Çfarë ju thua aty në që përgjigjen? Të japin përgjigjen. Komentojnë me zveti. Po, në koment apo. Njerëzit, nëse japin përgjigje, kanë komunikojnë me zvete, të ndërtuara mbi argumente, në rregull. Ose, thojnë, ti përpyt filanin po, filani ja që ka thonë. E ka thonë, që të pyti që për thuti, e ka thonë para një kohë dhe ja përgjigja është kjo dhe kjo dhe kjo. Kë shanë të kesh nuk banë. Kë banë keq, nëse e devijen fjallën tem, përgjigjet e nemen tem, pa thonun, ose ndryshe që shkam thonun, ose nuk më përmen mu heq, përgjigjesin bas tekave të ti, po s'ja që lanë kërkun. Të me hamendje, të rëshë ngarkohet. Andaj varet njeriu se si përgjigjet, shumë është rëndësi kjo punë. Sepse dikush një me din, dhe ka që atë përgjigjet dhe t'ja lëtaj, ka njëtën e mirë. Dikush nuk din, po shtihet se po din. Dhe ka qef me ditë, po nuk din, a i gaban, njeri ku nuk din fetfa gaban, dhe hinë gjëna. Ose hinë gjëna me mu, sepse thët ka thonë kështu, pa thonë unë, ose hinë gjëna, flet ka thonë Allah ka pejgamberën, s'ka thonë ashtu asë Allah së pejgamberën. E pejgamberës ka shtërëngu shumë çështjen e gënjeshtrave ndaj tina. Me thonë, diçka që s'ka thonë ai. Për taj, ai bekuar ka thonë, në disa transmitime, hadith e Buhariut, të Aliut, të Zuberit e të tjerë, men kadhaba alayhi muta'ammidan falyalij an-nar, transmitim tjetër, falyatabawa maq'adahu min an-nar. Ai cili randa i meje, dhe të din që me në konë gjëhnam, pra mësu ka thonë pejgamberi, pa thonë pejgamberi, mësu që është hadith, pa konë hadith, mësuj, sepse fetën hedherimin e Zotit, e më nëshme shku në gjëhnam. Pastaj, kur t'ja është përgjigje dikujna, ti për merë rolin në mëftisë, pa ja fetfa. E që ja fetfa, e ka marrë rolin mëftisë. Ta më këta hëgjëllarë.
që japin fetva tonë, e kanë marrë rolin e miftisë. Që ndash pranë, ndash me se prana. Ndash që vetën mifti, ndash me se qoj. Por me momentin që jep fetva, të ke marrë rolin mifti, sepse për jep fetva njerëzve. Andaj, qysh jep të fetva njerëzve pa pas ilm, pa pas dije. Pa dhe që përgjësi është kjo punë. Tepër është të randë. Të ka liru zotë pëse përzijesh. Jo, po du me një muë e di saktë o kry, thash me herët o kry. Po, sepse ta në dalim hadithe tjera, në argumente tjera, ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam beligani o levaje. Për cilën nga në qofte një argument. Ose, felju beligu, shahidu, el ngajbe, ka thonë këtë në ditë në shërimit Mekës, le ta lajmëran këtë që ka qenë prezent, atët që ka munguar, le ta lajmëran. Për cilën janë i tjetërit. Dhe dini islam ka ardhën këtë formë duke për cilën janë i tjetërit. Dhe këtë duke për cilën nuk është e kushtëzuar me dëmës të hoxhallarët, por hoxhallarët, talebet hoxhallarëve, xhamatë të kështu me radhë. Allah shpëlef të rindrum. Allah shpëlef për mundin, për kohën, pra të dashur miq. Nuk po themi për çdo çështje, por për shumë çështje kemi shkëputje nga emisionet me hoxhën profesor doktor Shefet Krasniqi dhe i gjojmë në YouTube, në Facebook, po ashtu dhe në platformën tani mund ta zbritni aplikacionin në mobilat tuaj. Ju falenderoj për vëmendje dhe në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje, selam aleikum.